Përshëndetje, jemi me kapitenin e skuadrës, gladiatorin e skuadrës, shpirtin e skuadrës Egnati Albano Aleksi. Natyrisht, për këdo në Shqipëri, këto ditë, ka 2 javë, më shumë se 2 javë, që të gjithë më thonë fituesi moral i titullit. Këpucë, lojtari, trofeun e topit të artë, e ka fituar Albano Aleksi dhe përse ai vazhdon të punojë, vazhdon të kontribuojë në titull të gjitha skuadrës tonë. Sot e kemi zgjedhur të vinë në intervistë në prag të ndeshjes finale të Superkupës, e cila do të luhet nesër me 28 dhjetor në orën 19 në Air Albania, një fushë që neve klubi Egnati e ka sjellë gjithmonë shans, për më shumë është përpara gazetarëve, trajneri kapiteni i skuadrës Albano Aleksi. Si kapiteni i Egnatia, si e përjeton personalisht një finale për trofe? Normalisht më bëhet qefi që jemi përsëri aty në finale, sepse ekipi toni tashëm i shkon për 7 finale dhe besoj se si së profesori që Albania na sjell shumë fat. Dhe normalisht presim vodorit sepse sido që tjetë është një trofe dhe duhet të tregojmë më të mirë tonë si ekip dhe këtë trofe me shpresë do të marrë ta sjellim në negociim. Ekipi vjen si fitues i Superkupës në fuqi. A ndjehet kjo si presion apo si motiv shtesë në fushë? Ja, presion s'mund të themi se presion s'kena pas kur kena fituar titullin e 2 radhazi, por normalisht kjo është një motiv më shumë, sepse edhe për lojtarët që se ka fituar këtë trofe, është një mundësi e mirë për të fituar dhe për të pasur në bagazhin e tyre karrierës. Kështu që shpresojmë që nesër të bëjmë më të mirën tonë dhe do jetë një ndeshje luftuar, por në fund shpresojmë të arrijmë fitimin tonë. Çfarë roli ka kapiteni në menaxhimin e emocioneve dhe balancës së skuadrës gjatë një ndeshjeje finale? Normalisht për mua këto vije se për vjet kena pas Malodën, por gjithsesi duke parë eksperiencën e Malodës, normalisht kam fituar dhe unë nga eksperjenca e tij. Kështu që gjithmonë kur ke një më të madh dhe që ka luajtur më shumë sporte të tij, merr më të mirë nga ai. Kështu që edhe unë përpiqem të jap më të mirën time dhe për të mbajtur grupin sa më shumë larg emocioneve dhe edhe gjëra negative, sepse ne në ekip jemi vetëm kemi gjëra pozitive dhe jemi pozitiv me një tjetrin dhe normalisht është më e thjeshtë për mua për të arritur grupin në këtë gjë. Dinamo është një skuadër me histori dhe formë të mirë. Ku mendon se do të vendoset ndeshja? Normalisht lutem përballë një ekipi që luan një futboll të bukur si ne, pavarësisht rezultateve të fundit. Kjo është ngjelet një ndeshje e bukur dhe shpresoj që të jenë sa më shumë tifozë për ta parë këtë ndeshje, sepse përballë dy ekipet mendoj që janë më të mirat në momentin e futbollit shqiptar. Mendoj se do jetë kualiteti i lojtarëve dhe shpresoj që në fushë të ketë një ndeshje plot emocion dhe normalisht që mendoj se do zgjidhen nga kualitetet e lojtarëve që kanë ekipet. Si është raporti juaj dhe i skuadrës me tifozët e Egnatias dhe sa ndikojnë ata në performancën tuaj? Normalisht ndikojnë shumë, pavarësisht që disa shkrime ose disa njerëz thonë që Egnatias ka shumë tifoz, por ne jemi të kënaqur sepse ata njerëz që na vinë në stadium për na parë, heqin kohën e tyre të lirë dhe e shpenzojnë te ne. Kështu që është një vlerësim i madh dhe gjithashtu dhe ne përpiqemi të bëjmë më të mirën për të sjellë sa më shumë emocione dhe sa më shumë gëzim atyre me fitore. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit, suksese, faleminderit.